Spektakli i madh i finales së shtëpisë më të famshme në Shqipëri nuk ka zhgënjur as këtë vit, jo vetëm për emocionet e të papriturat, por edhe për momentet që ndezën rrjetin. Një nga skenat më të përfolura ndodhi mes Eglit dhe motrës së Gjestit. Gjatë transmetimit live, kamerat kapën momentin kur Egli dërgon një puthje nga larg, në duke një gest miqësor ose ndoshta më shumë, por ajo që askush nuk e priste ishte reagimi i saj, e ftohtë, indiferente dhe me një kthesë shpine që foli më shumë se mira fjalë. Ky moment është bërë viral brenda pak minutash dhe video po qarkullon në TikTok, Instagram dhe Twitter, ndërsa komentet vërshojnë nga të gjitha anët. Fansat janë të mendimit se familjarët e Gjestit nuk e dëshirojnë Eglin si partneren e djalit të tyre, ndërsa nga ana tjetër fansat e Eglit mendojnë thjesht se ka qenë një rastësi. Ju çfarë mendimi keni? A pëlqen familja e Gjestit Eglin? Lini komentin tuaj poshtë videos.